Segmenti kurudhor Elbasan-Pogradec ndodhet në këtë fazë të dytë të projektit detajuar me grantin WPIF-it. E gjithë linja ka qenë 2012 që nuk përfshihet nga operimi dhe monitorohet her pas here nga mbrojtuesit e mjeteve. Mbrojtuesit e linjës që bëjnë raport mujor në drejtorinë e infrastrukturës. Në kilometrin 103-700, pra në Dragostinj, pjesë e këtij segmenti, si pasojë e rresheve të dëndura të shiut dhe rritjes së volumit të lumit Shkumbin, kemi pasur problematika të shtuara në këtë kilometër, ku do shtoja masivi, jo rruga apo e kurudha, po masivi asaj zone, ka një rrëshqitje e cila është aktivizuar me 30 vjet përpara. Pra, ky masiv, i ngarkuar nga shirat e këtyre 4 muajve të fundit, bërit mundur nga shumë faktor të ndryshëm si është shiu, volumetria e të qenit në këtë kilometër, si dhe lumi Shkumbin në rritje të shtratit dhe përplasje me shpatullën e kurudhës, bërit mundur planin rrëshqitës. Siç e tha dhe drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar, gjithë strukturat tona janë në teren, kanë marrë masat e nevojshme, konsulentët tanë të përhershëm, si dhe ata të Fakultetit Inxhinierisë Ndërtimit, janë prezent për të zgjidhur problematikën. Ne do marrim hapat tona, praktikisht të asaj të krijimit të asaj rrugës permanente ose persistente për pjesën e shtratit lumor, lumit Shkumbin. Do marrim masa për mobilizimin dhe mënjanimin e ujrave në atë shpat, duke bërë prita në Shkumbin. Shpresojmë që shirat mos të na ndihmojnë, domethënë mos jenë prezent në kohën që ne po operojmë. Lehtësimi i shpatit malit absolutisht që është shumë i nevojshëm dhe kthimi në një skarpat natyrale e gjithë zonës për mos tu përfshirë në pjesën e planit të rrëshqitjes. Sistemimi i zonës për futjen e sondave që do na japin planet tërthore dhe sekuenciale të pjesës gjeologjisë, ku në studimet gjeologjike ne do përftojmë koeficientin e fërkimit, sigmën, planin e rrëshqitjes, gjithë këto elementë që ne na duhet për të projektuar rrugën e re. Rrugën e re provizore apo rrugën e re të korridorit 8. Theksoj që gjithë rrugët apo e kurudhat marrin drejtim nga konsulencat që ne kemi dhe supervizioni është prezent. Konsulenca që bën e kurudhën është Suezi, është një nga kompanitë më të mëdha që WPIF ka kontraktuar për të bërë projektin e korridorit 8. Pra fazën e dytë që është nga Rogozhina deri në Pogradec dhe lidhja me Maqedoninë e Veriut e ka në dorë një kompani prestigjioze e cila del me një përfundim me detail design në marsin e vitit 2027. Aktualisht ne po bëjmë survejimin topografik, investigimin topografik, në pranverë dhe në verë do merremi me investigimin gjeologjik, për shkak të kushteve atmosferike në atë kohë bëhet dhe investigimi. Ndërkohë do përgatiten projektet e detajuara struktural, gjithë veprat e artit do revizionohen, sikurse dhe tunelet do marrin gabarite të reja, do rritet prezenca sepse linja është elektrike dhe tunelet gjitha do rriten në nivel. Pra linja mund të jetë ajo ekzistuesa, mund të jetë e propozuar nga konsulentët. Kjo do ndodhi në marsin e 2027-s. Faleminderit.